Ervin Mata dyshohet se kishte ngritur një bazë lëvizjeje mes Paraguajit dhe Brazilit, ndërsa autoritetet shqiptare dhe ato ndërkombëtare prej më shumë se 2 vitesh po ndiqnin aktivitetin e tij në disa shtete të Amerikës Latine. Burime bëjnë me dije se Mata shoqërohej me persona të lidhur me grupe kriminale paraguajane, fakt që ka ngritur dyshime për lidhje të forta me rrjete të trafikut në atë zonë. Sipas të njëjtave burime, ekzistojnë dyshime se ai mund të ketë jetuar për një periudhë në Paraguaj ose të paktën të ketë lëvizur vazhdimisht mes Paraguajit dhe Brazilit, pasi rezultojnë hyrje dalje të shumta mes dy vendeve. Në bazë të një fotografie të dërguar nga autoritetet braziliane, Interpol ka konfirmuar identitetin e tij, duke zbuluar se Mata kishte hyrë në Brazil, ku më pas u vu në pranga. Hetuesi dyshojnë gjithashtu se ai shoqërohej me shtetas shqiptar, të cilët i mbante pranë për aktivitete kriminale. Në momentin e arrestimit nga policia braziliane, Matës janë gjetur disa dokumente të falsifikuara. Sipas burimeve, ai posedonte një pasaport bullgare të falsifikuar, e cila kishte skaduar në vitin 2024. Gjithashtu i është sekuestruar edhe një kartë identiteti bullgare, e vlefshme deri në vitin 2029, po ashtu e falsifikuar. Mësohet se Mata mbante edhe një kartë identiteti të shtetit të Paraguajit, gjithashtu të falsifikuar, ku si vendlindje ishte shënuar Mbretëria e Bashkuar. Ky dokument dyshohej se përdorej kryesisht për lëvizjet e tij në disa vende të Amerikës Latine. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të aktivitetit të tij dhe identifikimin e bashkëpunëtorëve të mundshëm.